Festa e ditës së verës në Lushnjë u shoqërua me aktivitete të shumta festive që kanë mbledhur në shesh dhjetra qytetarë, fëmijë dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Në kuadër të festimeve u organizua një panajir me punime tradicionale, ku nuk munguan simbolikat e kësaj dite si veroret, bollokumet dhe punë të tjera artizanale. Atmosfera festive u shoqërua edhe me një koncert me valle e kërcime nga grupet artistike të qytetit të Lushnjës, që sollën ngjyra dhe gjallëri në qendër të qytetit. Moti i ngrohtë favorizoi zhvillimin e aktiviteteve në sheshin e mbushur me qytetarë të gjitha moshave, të cilët u bashkuan festës për të përjetuar nga afër traditën dhe atmosferën e ditës së verës. Festa filloi që mbrëmjen e djeshme me aktivitete të ndryshme, si ndezja e zjarreve që simbolizojnë largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, shpërndarja e veroreve, simboli i kësaj feste, dhe me koncertin festiv ku fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve interpretuan këngë, valle popullore dhe kërcime aerobike, duke sjellë një atmosferë të gëzueshme në shesh. Në këtë aktivitet ishte e pranishme edhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Koncerti zgjati rreth një orë dhe u duart trokit nga qytetarët e shumtë që ndoqën aktivitetin.